Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Për këtë fundjavë kam përgatitur këto petullat e thjeshta, të shpejta, të cilat përgatiten mjaft lehtë. Ju sugjeroj ta ndiqni videon deri në fund dhe ta përgatisim bashk, pasi nuk do ju marrin as pak kohë. Janë petulla të përgatitura pa maja, pa sodë, pa pluhur fryrës. Nuk e keni iden se sa thjesht përgatiten. Unë mund t'i quaj me plot bindje petullat e gjyshes, pasi mbaj mend gjyshen time që i përgatiste në këtë mënyrë. Fillojmë pa humbur kohë. Do në nevojiten 300 gram miell gjithë përdorimshëm përdor unë, një lugë çaji krip. Masën do ta përziem shumë mirë në mënyrë që të lidhet mielli dhe kripa bashk. Pasi e kemi përzier, do shtojmë 2 vezë dhe 250 ml ujë të ngrohtë. Ujin do ta shtojmë pak e nga pak, duke e përzier, gjithashtu edhe duke e parë masën me sy. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia në kanal dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Recetat e mia janë receta të thjeshta, të cilat përgatiten shpejt dhe thjesht në kuzhinën tuaj. Vazhdojmë ta përziejmë masën vazhdimisht derisa të na formohet një masë kremoze dhe e hollë. E theksoj këtë sepse është shumë e rëndësishme, pasi nëse masa do të jetë më e trashë se kaq, ato nuk do të zbuten pas skuqjes, pra do të mbeten të forta. Masa pra duhet afërsisht si masa për krepa, që përdorim për krepa. I skuqim në vaj të bollshëm, mos keni merak sepse nuk përthithin as pak vaj, thjesht ju sugjeroj që pas skuqjes t'i vendosni ato në një pjatë me letër kuzhine poshtë, në mënyrë që të përthith vajin që kanë sa po i heqim nga tigani. Do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, ma shkruani në koment. Siç e shihni, ky është rezultati pas skuqjes. Në momentin që do t'i hiqni nga tigani, do ju duken të forta, por për 1 deri në 2 minuta do të zbuten dhe do të bëhen pambuk të buta. Siç e pat, janë më të thjeshta në përgatitje. Pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.